Emri i finalistit, i përmendur nga Gerta pas eliminimit, ka ndezur debat. Rozana pretendon se Gerta i është afruar Gjestit ditëve të fundit, kjo pasi sipas saj banore kishte mbetur vetëm brenda shtëpisë. Publiku mua më ka dashur, tha më ka vizituar, por pse nuk të dërgoj në finale me që do, publiku ka votuar Gjestin. Gerta pse nuk e votoi? Do flasësh Gerta apo jo? Lëre se nuk ke çfarë të thuash. Ju drejtua Rozana Radi Gertës, ku kjo e fundit kishte këto fjalë. Brenda shtëpisë kam thënë që fitoren e Gjestit e pranoj, por në radhë të parë kam dashur të fitoj vetë. Rozana dhe Laerti nuk kanë qenë real. Unë nuk e priste që do dilja, por publiku vendosi dhe aty thash që përderisa Egli doli mbi mua le ta fitoj Egli me që ishte më e votuar se unë. E kam thënë brenda shtëpisë që më mirë Gjestit se ata të dy. Ndërsa Rozana ja ka kthyer, kur e deshe Gjestin ti. Javën e fundit e ke me mua debatin. Javën e fundit fillove ta duash, ke thënë për Gjestin 1001 të zezat. Kur e pe që mbete vetëm, kalove të rish me Gjestin, përfundoi Rozana Radi. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.